Mirë, jam në studio me zotin Engeleda Libaj, politikan. Mirë se erdhët, shumë kënaqësi që u kam në studio. Brava, Mirel, faleminderit. Një opinion të parë për vendimin e kushtetueses në lidhje me zotin Veliaj. Po, deri tani dim vetëm atë çfarë ka vendosur gjykata kushtetuese. Pra, çfarë ka vendosur ta rikthejë çështjen në gjykatën e lartë, që do të thotë vetëm vendimi i gjykatës së lartë është gjetur nga gjykata kushtetuese me ndonjë cen. Nga mediat, deklarata për shtyp e gjykatës, duket arrit kuptoj këtë gjë që në pretendimet e tij, zoti Veliaj duhet të ketë ngritur dhe pretendimin që masa e sigurimit arrest në burg do duhet analizuar a është, si thua, në proporcion edhe për një individ i cili përveç se që një shtetas i dyshuar për një vepër penale, ka edhe një veshje të tjetër publike që është i zgjedhur. Detyra që ai ende e ka. Arrit kuptoj që kjo është ndoshta një çështje së cilës gjykata e lartë, me sa duket, nuk ishte dhënë përgjigje. Ndaj gjykata kushtetuese ja ka kthyer për të parë personat politik, njerëzit e veshur në pushtet të zgjedhurit më sakt, do duhet të trajtohen njësoj si çdo qytetar i zakonshëm kur dyshohet për kryen e një apo disa vepra penale apo jo. Më duket që kjo është ajo se çfarë do duhet të sqarojë gjykata e lartë. Shoj tani. Dhe nëse do të kthehet vendimi i gjykatës lartë, eci më tej dhe zoti Veliaj arrin që këtë situatë mos ta kaloj në burg më, ta kaloj në një mas arresti në shtëpi. Çfarë do të thotë kjo? Jo vetëm juridikisht flas, sepse veprimet tilla kanë vendimin juridik përpara të cilit të gjithë duhet jemi të ftohtë, sepse drejtësia është